8 bebe erdhe në jetë në ditën e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Fëmia e parë është Rosalinda Ymeri dhe e lindi tek materniteti Mbretëresha Geraldin në orën 2 të mëngjesit në datë 28 nëntor, ndërsa në maternitetin Koço Glozheni, një fëmijë i shëndetshëm i seksit mashkull plot 4 kg e 400 gram, erdhi në jetë mes ditën e 28 nëntorit dhe gjyshi i tij vendosi ta quajë Flamur. Nëna dhe hallat e Flamurit të vogël shprehen emocionet e një lindje të tillë në emisionin Urbanika. Jo, emër tjetër s'kemi menduar, këtë sugjeroi babi burrit. Emrin edhe ja vendosëm pas dëshirës. Shumë mirë është 400 pesha. Dhe gëzueshme për gjithë shqiptarët, gjithë ishin në qendër duke festu. Ne ishim... Ju ishit maternitet. Aty në të prit. Një gëzim shumë i madh për ju apo jo? Ma i madh zbat mos, ka si bëhet. Edhe çuni edhe dita e Flamurit. 2 herë. Ndërkohë në maternitetin Mbretëresha Geraldin erdhe në jetë po gjatë datës 28 nëntor edhe trinjakët Klajdi, Kleo dhe Kleid Selimaj nga Valbona e Tropojës. Gjatë emisionit Urbanika u inicua mendimin e Klajdi Hënës, të riut nga Korça, emigrant në Michigan të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që familja Selimaj të ndihmohej financiarisht nga bashkomasit tanë si shkak i kushteve të vështira ekonomike. Surprise përgëzoi familjen për lindjen e fëmijëve. Jurohet fëmijëve shëndet. Së dyti, pse mos e bëjmë diçka të tillë. Edhe unë mendoj se është një ide perfekte. Po, pas këtij peticioni që bëra, mendoj se gjithçka është e realizueshme. Më pas, duke përdorur Facebook-un, sepse siç e thash, është rrjeti më i përdorur në Shqipëri, të përhapim sa më shumë fjalën për këtë peticion. Po, një apel kërkoj mbështetjen e institucioneve, po që janë mujtë në institucione shtetënore, në komunitetit pa tjetër, në një si të kemë mundësi.